Al Parade. Momente virale dhe trendet më të reja në një vend të vetëm. Abonohu në kanalin tonë. Po atëherë nuk ja kishte mbajtur trupi, nuk ja kishte përballuar trupi operacioni dhe vajti u bë tashin maj prap për herë dytë. Ai kishte qenë që stomak dhe poshtë nuk ndinte asgjë. Tash nga operimi që ka bër, i ka vajtur der në bel ngjeshmëria. Në fjalë që ka rezultate. Më tha edhe këtë, kishte qenë një tjetër mbas këtij që ishte operuar, ai sot për sot kishte filluar të ecë me paderica. Ishte bërë mbas këtij. Plus kam ndjekur dhe faqen e spitalit që shoqja aty janë ngritur shumë njerëz. Janë me video, me fakte, me çdo gjë. Ore, unë po të pyes kush doktori ose kam një gjë, ore vin. Prit një herë. Se ju tash mendoni edhe çike keq, kupton? Po them ku është ky doktori vëlla, se kam edhe unë një si puna jote. Në Turqi. E pra te po them. Që kush, ai ky është ai doktori, ku dëgjon kush është, unë s'njoh vëlla. Se një rasti e ti për shembull kam edhe unë vëlla. Ervini ka gjej sekondo babale, se tani është një diçka vëlla. Shahisti rrim me shahistin, notari me notarin, peshkatari me peshkatarin. Tani Ervini komunikon me njerëz që janë invalid si punë e tij dhe që janë bërë operacion. Edhe unë profesor dua të doktorin që ky thot për shembull, sepse pse mos aprovoj dhe unë. Po aprovosh. Po, babale është vetëm me atë që më ndezur. Vetëm ai ka thënë që merr përsi. Nuk i ka thënë njëri tjetër këtij apo spital tjetër. Po çuna dhe goza përshëndetje gjithë. A kupton, dhe kjo është ideja. Tani unë ore babale gjoj sekond, unë i them me këtë vëlla. Të dalin ditë ky ka qendër fshati aty, ka lokale fshati. Ku fshati që jam unë? Po. Po. Ashtë, din një darka aty t'je vëlla një vas dite, edhe bëj një video me gjithë njerëzit aty në fshat. Që thotë unë jam filan Fisteku, e një Ervinin e kam në fshat, e jash invalid o vëlla. Që ta shikojnë njerëzit o Ervin, që ta kuptojnë o vëlla se njerëzit nuk e gjojnë sekond. Ajo shërben për dy gjëra. Ata që duan të të ndihmojnë kanë një arsye më tepër, dhe ata që nuk duan të të ndihmojnë kanë një arsye për mbyllur gojën. Normal. Nuk del njëri, dalin e çuna, dalin se s'ka asgjë të keqe. Dalin e çuna se nuk ka asnjë gjë vëlla. Dalin se nuk i kushton njeriu kujt. Dalin e çka ka. Dalin e familjarët, njerëzit e vetë. Në spitalit e ke me faturën në profili. Central hospitalit zon. Po normale që dalin pse si. Po jo dalla vere kështu e çuna se dalla vere nuk duhen. Ai ka hall. Po them, unë vetë personalisht, edhe 1% sikur ta ketë mundësinë, edhe 1% po ta ketë mundësinë. Po Ervin, në mënyrën se si vajti situata jote dhe rasti jot, i do bësh të gjitha këto që të tashu. Gjitha. Po çdo gjë me çfarë? Nuk e më besues pse? Bëj këtu, hidhi të gjitha këtu, edhe. Patjetër. Tjerë kush ka hallë, po normali tjerë kush ka hallë, gjithë një përma vetëm të ashurë. Dhe që kemi ndorë, Ervin e bëjmë, nuk e se nuk e bëjmë. Ne do bëjmë tonë, ti do bëjmë shtenë. Që ka në spitali, thonë kush doktore merë për sipër. Tani, dali, o Ervin, spitali është Turqi. Tani kjo ka komunikuar me një klinik që është në Kosovë. Klinika lidhet direkt me spitalin Turqi, sa shumë funksionon. Klinikat janë bëjnë procedurën, bëjnë letrat edhe bëjnë lidhjen, nuk është se ndodh gjë në klinik. Dhe ne atë po i kërkojmë Ervinit, që të ketë publike dhe doktorit të dali aty në emër dhe në çdo gjë. Edhe të thoj që unë jam filan doktor, nga filan shtet, në filan spital, e marrë përsipër për operacion, operacioni do t'i kushtoj afërsisht kaq, edhe gjeri aty me faturën e tëra. Nuk e ta leja. Penso ogni tranquillina, come prima
I dhe vera, ose paf në sy prave. Disa si o quna, ju që doni ta njëmoni, a i linkun e ka të hapur, profondin e ka të hapur, linkun e ka në profil, për qenë është me fytyrë, po të tregoj ka tuba në përkem që ta kuptoni që është një situatë të vështirë, që Po, mos as ditë artikuloj Lisa. tregoja një të shikoj, s'ka gjë, tregoja me Terezi, mos kitur. Jo, me qa tuba. Në halin që të ka rënë, tregoja që ta kuptoj njerëzit në qa situatë e jeshë. Jo të flasin njerëzit pa menduar e të thotë që po duhet mua. Duhet të komunikojnë më shumë me që se njerëzit nuk besojnë. Por e ma aq ma se jeve televizion tash i dim ne. Si vlla? Po thot Luisa do të flasim shumë thotë, mire ka, po se nuk të din fare thotë Elvini, thotë, vetëm rritet vetëm po. Po baba, ne më qa kam për thoni kam. Shpjegoj si të ka ndodhur Ervin, që nga fillimi e deri në ditën e sotme, qa operacioni ke bërë, ku je aksidentuar, që nga dita një vlla. Profesor, unë Thova njerëzve, jo vlla, thova këtyre njerëzve që gjoj sekondor Ervin. I thuaj, presupozo, ja thuash dikujt që nuk të njeh dhe nuk ka parë kurrë jetën e tij dhe nuk e ka dëgjuar historinë tënde. Akuma, dhe ti do t'i prezantojsh, ti thosh janë filan fisteku, filan vend, kjo është historia ime. Qa ke hequr ti jetën tënde, vlla, tregoja njerëzve. Tash, unë aksidere kam bërë 9 tetor 2011. Nga i moment, jam këputur nuk kam dira gjë. Në Tiranë jam operuar në Ushtarakun, ka operuar pato soldash. Jesh më ka vënë 2 plaka, se kam dërtuar 3 ruaza, veç palcës. Ka vënë 2 plaka në kurris, që nga i moment pasaj, kam ngelur i paralizuar. Kam kërkuar gjithë këto vite, kam kërkuar doktor për shërim, nuk kam gjetur as me dhe në Maqedoni kam vajtur, dhe në Itali isha, para vitit të ri. Gjithë këto vite kam kërkuar, e vetë nga tashi që më ka darë, kur pash këtë qunin, për djalin nga Tirana, që pash doli të rinjot, me këtë kontaktova që më ka gjetur thjesht doktorit. Dhe vetë nga shpjesë që më ka erdhur të tani është kjo. Në 13 vite vetëm kjo më ka dalë. Pa të them shumë, tash vetëm dalë tash 3 gjatë zvarë, ma mbaj telefonin njeri këtu, po shikoj si e. Profe, babale mi mbrama, Ervin mi mbrama të gjithë. Ore Tego, ku jeti? Qa ben, si jeni? Babale, qa ben? Qa ben, si? Kjo është shuna dhe goca histori Ervinit, a i nuk e kam atë mundësin për të shpjeguar. Ore, mos ashtu, o njerëz, o ti, la, qaj ke emrin, Luisën, vlla. Nuk, mbase nuk Dhe njëvim sot, shpra unë të më do mirë. Mbase mund shpresha që më mirë, bale, unë që ka të muzikën se t'jo është shumë, bale. Po pesh ka qenë? Denisa, e diti, mute. Ore, nga ka blokuar zerin ty? Kërë, Nga ke blokuar zerin, ore? Muna? për Babale. Jo, re, babale atë gjohet saktë, dhe. Ore, ndalet qik muzikën se t'jo është shumë, bale. Allah. Ready. Është bërë aksident o vlla, këtu e 13 vjet para dhe është një invalid. Në ka njeri që mund ta kuptoj, ti e kupton. Ka 13 vjet që ka bërë aksident. Tani njerëzit i kërkojnë deklarat për shtyp nga doktori, i kërkojnë doktorin të vetë shtëpia që ti thoj unë jam doktori, po vete po e marrë të shtëpia për dore ta çojnë operacion. Me fjalë njerëzit kanë atë pjesën e mosbesimit. E tani po mundohemi në një mënyrë apo në një tjetër që ta bëjmë
rasti sa më shumë të besueshëm që të themi njerëzve e bardh, e zez. Ka të bëjmë ne vëlla tash, se tani nuk po dim edhe ne ç'a të bëjmë. Por edukat por vëlla, po. Na balen ne kemi kështu vëlla çfarë të bëjmë. Edhe kjo është situata që ai ndodhet. Kështu që ai është invalid, njerëzit i thonë ti nuk bëhesh me rri ashtu se je mirë. Tani herë ti ke qenë invalid vetë. Çfarë mendimi ke ti vëlla? Ta lëm kështu? Sa vjet ke qenë ti invalid? Që s'ke pasur mundësi të vitesh. A është rregulluar Edi? Po, Edi bret me vrap. Ka thënë 500 euro di fut deri me 2 vit apo i. Me Denisa gjuna ky djali se kam ndjekur në këtë situatë. Që nga 2013 ka qenë Edi. Ja, ordo, edhe ky 12 vjet ja. Po ka plot sot duhet. Jo të gjitha kanë mundësina, kupton. E kuptoni apo jo? Ande im, profesor është, nuk e kam të kaputur palës. Po ta kështë e shatë. Afroj që telefoni se nuk gjësh mirë. Po, më gjënë dhe shetë. Po. Ande im është që nuk e kam të kaputur palës. Se po ta kështë të kaputur, nuk është e shatë. Nuk e di vëlla se njerëzit i marrin shumë edhe ashtu gjatë. O e di, dhe kjo është situata vëlla që ky është. Një doktor në Turqi, nëpërmjet që ky ka folur, të ka bërë Edi follow Ervin. Është një EDDY. Me ka dhe ingjush shullart, ka bërë follow. Okej, se ja pranoj unë. Se çfarë më thuaj? Operandor. Edhe rasti i këtij çuna është shumë i qartë, edhe shumë i bëft mirë o bale. Si e ka emrin doktorit thua i thot Edi? Bale bef mirë. Hasan Çelik. Hasan Çelik. Po, është në faturë. Okej, ore në rregull, po dëgjoj sekond se Edi ka qenë si ti ore 12 vjet. Operacion edhe Edi është mirë sot. Edhe prandaj po pyet. Ne do komunikoj unë me djali. Denisa në Turqi, po. Edi jeton në Angli dhe janë që ka qenë invalide dhe ka qenë për gjitha gofondet që ne kemi pasur e duke dhenë. Edi shqyqur zotit e shmirë dhe ka bërë operacioni me forcat e veta, me gjërat e veta, me punët e veta. Po e kemi në informacion që është mirë dhe kur ka folur e në fundit paktën që baj mend i kishte ato që po. Ai doktori është turk dhe fizioterapinë e bën. E kete profili, e kete profili. 3 muaj do të bëj aty, po. Ai është vëlla, operacionit i kanë thënë që do ta bësh në Turqi dhe pastaj fizioterapia këto funksionon ku do t'i bëj, sa do bëj, muaj 6 muaj ku diun. 3 muaj janë në paketet ato, në pagesë. Pastaj 3 muaj janë në paketë. po. Tani rasti i këtij Edi është kështu vëlla. Tani ti vetë që ke vuajtur Edi. Si është i konsiderat? Me kaq saç të tham, ka 13 vjet. Doktori ka thënë që unë të marr përsipër për të futur në operacion. Tani ti re vëlla që ke vuajtur të njëjtën situatë që ky është sot. Ti si mendon në shok? Ne si shoqëri çfarë duhet bëjmë vëlla? Të vazhdojmë ne? Ai ndjen këmbët tot. Ndje dhimbje miza. Po Edi, a do futesh pak live? Në momentin që i prek shumë pak një. Në momentin që i prek shumë. Nuk i ka pasur të një shmërim për para. Ishe fare, dru. Po dhimbjet sa vjen e mshtohen. Faleminderit. Do futet Edi për pak, do vi Edi për pak me live. Po Edi më shkruaj para se ty ish në live, vëlla që po që do ish në live-in tënd, edhe të thapim në një vend që do vi. Nëse dalur profesor, s'ka ndonjë futem të pasaj për atë. Kur të ai vëlla, s'ka problem. Kur të hyj ai që t'ia shpjegoj situatën që ta kuptojnë edhe njerëzit tu se ai është vetë që ka vuajtur për këto. Po të presim Edi këtu. Se na ndihmon shumë Edi, si që
Ndihmon edhe Ervin, jo vetëm Ja, ne. dalë dhe. Ko Ervin tirin po Gradec, vëlla? Për momentin jam Durrës, ne vllai. Ja, në Durrës. Ja, po Gradec, jam Bishnic. Gëzoj, mu. Ha Mogra, lart. E kam dëgjuar. Për bërë fesie, të shëndetin sike. Mire të go, mire. Mire, ja këtu në TikTok ka manë, për jo. Më shumë po acarojemi, se sa po qetësojemi këto ditë e fundit. Rurin e vla, manë, për qa shpjegon njerës dhe njerën tjetër. Se po ndiqem që parë. Për e qaj shpjegoj, po tani puna është ta kuptojnë njerëzit o që s'jemi gjithë një lloj dhe jemi një pjesë njerëzish njerëz e vla. Nëse vërtet. Po të shtylla kurizore që atë dëmtimi kjo, Ervin. Në një krah të shtyllës kam dëmtuar 3 ruaza. Ikë një certifikat fotografi. Dhe më kam vënë 2 pllaka. Një ka vënë Fatos Soldashi që më operojnë në Tiranë. Fatosi është doktor i njohur, po dysh në Google, është shumë i njohur. Po më ba unë. O Denisa. Ju që e mendoni të arsyeshme për ta ndihmuar edhe njerë, e keni linkun të profili i vetë. Mund të shkoni, ta ndihmoni, ta suportoni me aq mundësi sa keni. Ta. O gango Tani. e profili Ervinit çuna goca që po pyesni. Duke ta albëm shumë. Njëri këtu të Fatosin, doktor më mirë për vetë. Ai do ta Mbaj mbaj ma Fatos. mbaj këtë. Ti më mbaj dritën mbrapa. I shtov zoti e gango, keni të Ka brapa mbaj profili dritën. fjalit. Profesori, të vogë do? Po, Këto janë lira që më kanë vënë. po tani ato do t'i heqin ty ata, apo çfarë do bëjnë? Jo, këto nuk hiqen, këto vetë. Tash i vetëm në palë që do ndryhet, po këto nuk hiqen. Këto janë të që mbajnë shtyllën kurizore. Okej. Por valla po Gradec është problemi që ndonjë që vjen të bëhet në Turqi, do bëhet të po Gradec të vojë. Dritën mbrapa. Edhe mos afrohesh shumë, mos afrohesh. Dallohet. Po drejton, çfarë rreze ka ato në çfarë lartësie, po ku ti gje unë ta pyesim më. Ervin, Shmeni që nga rendin. Prapë të na veri. në çfarë rreze i kam, thot njëri këtu dhe në çfarë lartësie? Unë se kuptoj çfarë do pyesi ky po. Po, su si kuptoj se si ndahen këto me ma gjithë që ka të dale këtu. Ma shumë që ka doshin. Ta ideali që ty ta i duhet i kuptoj këto. Se shpjegohet me numra këto, me shkronja me numra. Ka me grafik, po i ka të gjitha çuna i ka. Ravi me rezonanca, me çdo gjë. Të shikojmë me gjithë që ka të raportin e rezonancës. Du s'kam bërë një ideja. Do në Italia, si është, ja lexoj unë. Cilat vertebra ke dëmtuar? Të 12-ën, L1-shin, L2-shin. L4, L5, kush pra e di, kështu thot këtu. Po ju që e kuptoni e çuna, to janë vertebrat që ai ka dëmtuar tani. Për të bërë operacion në Tiranë para disa vitesh, për të ecur nuk ecën, kemë të ndjen pak thot, doktori i ka dhënë
një farë shpresë që ka në këmbë, doktori i thotë që të marrë për sipër, i bie tek mesi afër fund shpinës. Po pra atje është e ka edhe atë grafin, duken edhe ato ku i ka atë vendosura. Kështu që tani ju si ta shikoni vetë të arsyeshme, doni ta ndihmoni, linkun e GoFundit e keni te profili i Ervinit. Me sa mundsi keni ndihmoj provja, me kaq mos i sa ka jam këtu. Në krye. Tash operacion se bëj dot. Faleminderit. Odiona. Po të bësh më shumë se kaq. Prandaj do t'ju lutesha, linkun e keni tek profili i Ervinit. Kaloni të gjithë, jo andrujt zoti. Kaloni gjithë asaj mon, o çuna. Kaloni të gjithë tek profili, edhe keni linkun aty. Për çdo gjë që ne i kërkuam, Ervini sot ka komunikuar edhe me doktori i ka dhënë me përqindje. Sa përqind ka dhënë shpresë doktori Ervin? Përqindje nuk dha, i tha të shpresat kota unë nuk jap. Nuk t'i jap. Si të thamë, fjalë, si të ka thënë fix fare. Nuk ka thënë tekstualisht kështu. Po. Në gjendje që shonë në ty, tha unë, se ka parë dhe më keqta. Në gjendje që je ti, tha unë, i për mua je për operacion. Tha unë shpresat kota nuk jap, tha se vetë do të marrë kaq lekë, dhe mos të ngrenë këmbë, tha, se janë shumë lekë. Pra me pak fjalë ai, me pak fjalë. Ishte shumë optimist me ne. Ai ka thënë që po mos beshe nuk fusi në operacion, përderisa të fusi ka thënë në babale ti do çohesh. Po. Po t'ishte që s'bëshe ta thosha trosta. Që ta kuptojnë edhe njerëzit o Ervinin, e kuptojnë se ore vlla, edhe sikur doktorit ketë thënë 5%, thoj më tha 5%, a kupton? Nuk ma tha me përshina, ma tha Si tha? Ervinit e Original. Po. Edhe $7.000. Tani çuna dhe goca, Odiona shumë faleminderit. Çuna dhe goca, të gjithë ju që jeni këtu, jeni 500 vet. Nuk e di sa jeni te live këtu shonave të tjerë, po mund bëni 1500 apo 2000 do ta. Do t'ju lutesha, të gjithë kaloni te linku. Linkun e keni te profili i Ervinit. Gjatë kalimit të ditëve do bëjmë të pamundrën që edhe doktori që do ta bëjë operacion të japi deklaratore tamam me video, me zë, me figurë për rastin e Ervinit. Dhe do mundohemi që t'i bëjmë gjitha gjërat sa më transparente, me qenë se njerëzit i duan këtu 1 miliard% transparente që t'i zërë gjumit qetë, se ka edhe njerëz që nuk i zërë gjumit qetë. Kështu që do t'ju lutesha, nëse keni mundësi, kaloni te linku i GoFundit. Ku i ke bërë kontrollet dhe doktori që të ka marrë për sipër me fjalë, ti e ke takuar doktorin apo thjesht ke folur me klinikën? Jo, me klinikën, me doktorin ka folur në kamër. Me doktorin ke folur në kamër? Po. Okej. Për takuar nuk e kam takuar, se isha në Itali në atë kohë që ka folur me klinikën. Tesh nuk kam quar rezonatën e mia, i ka parë, e kam folur në kamër, në fakt tot, tashta, që sa po të thëmë. O Blend, se ke këtë mbijemin që nuk e besoj ta kesh këshu këtë mbijemin. Në Denis Akome. O Jona, përshëndetje. Numri telefonit këtu në këtë faturë është numri i spitalit, numri i klinikës, më saktë. Sot Ervini ka kërkuar që i vi kjo faturë nga spitali direkt. Ka kontaktuar me klinikën sot dhe i ka kërkuar që të vi direkt nga spitali. Nga spitali. Oje. Otoni, respektet. Ja, shoj kam. Tani çuna me fjalë të mira ai nuk thohet. Ai ka nevojë edhe për ndihmë ekonomike. Prandaj nëse ndjeni të arsyeshme, linkun e keni aty. Kaloni te linku i GoFundit e keni te profili i Ervinit. Kaloni tek linku. Do të lutesha të gjithë bashkë.
Ku ke shkuar? Në çfarë spitali ke shkuar gjatë kohës që ke tentuar për të bërë operacione dhe për të interesuar? Në Egeja në Tiranë, në Amerikanit. Po? Në Maqedoni në orë është një spital aty, nuk e di si quhet, por e tregoj spital mirë aty. Po? Dhe atje nuk më kam pranuar. Në Itali që isha tani, italiani më tha vetëm me qeliza staminale, po Italia nuk i bënte këto. Okej. Dhe qelizat, se qelizat i kam rezervuar, të mitit, i mbajta që vitë, po Italia nuk i bënde këto, Turqia po, dhe në këtë paketë që do bëjnë Turqia, të shio, janë dhe qeliza staminale bre. Do bëjmë të dyja, dhe operacioni dhe qelizat. Tani, kjo është situata që e vini ndodhet çuna dhe goca,